Shko në 4 numri i personave të arrestuar në kuadër të konfliktit të shënuar në Lezhë 2 ditë më parë, ku një grup personash u përfshin në një sherrë me sende të forta. Pas arrestimit të Fation Gjini dhe Ervis Nikës, policia e Lezhës vroi në pranga dhe Redian Margjona, si dhe një dëmitur të moshës 15 vjeç, ndërkohë që vijojnë të jenë në kërkim 2 persona të tjerë të dyshuar të përfshirë në këtë konflikt. 2 të arrestuarit dyshohet se kanë kryer veprën penale plagosje e rënd me dashje kryer në bashkëpunim dhe prishja e qetësisë publike. Policia e Lezhës në vijim të hetimeve sekuestroi automjetin e përdorur në këtë ngjarje, i cili do shërbesë si provë materiale për grupin hetimor. Sherrri mes sërive u shënua në datë 11 prill, ku Fation Gjini dhe Ervin Nika goditën me mjete të forta Redian Margjona, i fundit bashkë me 3 shokët e tij. Goditën me automjet Fation Gjini, si dhe me sende të forta duke i shkaktuar dëmtime fizike. Fation Gjini akuzohet për veprat penale plagosje e rënd me dashje kryer në bashkëpunim, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, prishja e qetësisë publike dhe deklarate rrem përpara oficerit të policisë gjyqësore. Ndërsa Ervin Nika për veprat penale plagosje e rënd me dashje kryer në bashkëpunim, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe prishja e qetësisë publike. Policia e Lezhës në bashkëpunim me prokurorinë vijojnë punën për kapjen e personave të tjerë të shpallur në kërkim.